Historinë në fjalë me keni kërkuar që të gjithë që ta sjell për ju, por nuk është një histori që më është dërguar, pra është një histori e famshme që mendohet të ketë ndodhur një këngëtare nga Kuvaiti e quajtur Nora. Bëhet fjalë për një histori të vjetër. Bëhet fjalë për vitin 1997 dhe dasmat në atë periudhë nuk bëheshin në lokale dhe mbi gjitha Kuvaiti është vend shumë musliman, është vend shumë besimtar, kështu që dasmat bëheshin të ndara, femrat veç, meshkujt veç. Nora ishte tamam këngëtare dasmash, pra shkonte nëpër dasma bashkë me një grup vajzash që bënin muzikë për familje të ndryshme dhe si gjithmonë ishte tek pjesa e femrave, pra tek festa e femrave. Por një ditë prej ditësh merr një telefonat nga dikush që i jep një ofertë. Në fakt i jep dyfishin e pagës që do merrte zakonisht, që të shkonte të këndonte te kjo dasma. Gruaja që e merr në telefon ishte nëna e nuses dhe i thotë që të lutem dua që t'jesh tek dasma e vajzës time. Por ishte data shumë afër dhe Nora nuk ishte sigurt nëse mund t'ja dilte sepse kishte shumë dasma të tjera në atë periudhë. Kështu që në fillim nuk është shumë entuziaste, por normalisht pasi dëgjon për pagën thotë, "Okej, do jem aty." Kështu që mbledh vajzat dhe në natën e caktuar shkojnë tek shtëpia. Shtëpia duke një shtëpi e madhe, normale, një dasëm dhe në fillim nuk ka shumë njerëz, por fillojnë të mblidhen andej nga ora 10 e darkës dhe fillojnë të mblidhen shumë njerëz. Aq sa i duket sikur këto njerëzit nuk po vinin më nga dyert, por sikur po mbinin nga toka, domethënë sikur po vinin nga ajri. Nuk është se po i shikonin të futeshin nga dyert, e megjithatë aty u mbush plot me njerëz, plot me të ftuar. Një tjetër gjë që vën re është që kur njerëzit shkonin dhe i takonin dhe i përqafonin, këta ishin shumë të nxehtë në trup. Megjithatë thonë është fair, nuk ka asgjë të çuditshme, është thjesht vap. Por më e keqja nuk ishte ndodhur akoma, sepse sa më shumë i afrohen mes natës, aq më shumë të ftuarit fillojnë të ndryshojnë formën e tyre. Nga këmbë njeriu fillojnë të tregojnë këmbët e tyre prej dhije, dhe fillojnë të kërcejnë në mënyra të çuditshme dhe të frikshme dhe me një shpejtësi jo normale për njerëz. Nuk ishin njerëz. Nora kupton që ka diçka që nuk shkon. Sigurisht që edhe vajzat e tjera kuptojnë, por ja bëjnë me sy njëra tjetrës që vazhdoni dhe këndoni, sikur s'ka ndodhur asgjë, edhe pse tek zëri i saj dallohej që ishte e friksuar, por vazhdojnë të këndojnë dhe të performojnë sepse kanë frikë. Nëse këto krijesa nuk ishin njerëz, ishte e frikshme nëse këto krijesa pastaj mërziteshin nëse këta nuk këndonin tek dasma. Kështu që ata vazhdojnë të këndojnë, derisa në një moment është mbas mesnate, gati po agon dhe në një moment të gjitha dritat fiken dhe shtëpia nga e nxehtë vap bëhet akull e ftohtë dhe sigurisht shqipërat të merrohen dhe dalin me shpejtësi nga shtëpia. Duke dalë nga shtëpia, takojnë një person aty jashtë që i thotë ku ishit dhe ata i tregojnë historinë, i tregojnë që ishin te kjo shtëpia, ja bëjnë me shenjë dhe zotëria që i thotë te kjo shtëpia ka 10 vite që nuk banon njëri. Por do thoni ju, tingëllon si një histori e bërë me dashje, për famë apo jo. Shumë njerëz menduan kështu, por atëherë si shpjegohet që Nora mbas këtij incidenti u zhduk komplet nga skena e muzikës? Po, këngëtarja nga ky moment u zhduk nga skena e muzikës, vendosi të heqë dorë nga puna si këngëtare dhe vazhdoi jetën e saj normalisht dhe nuk ka pranuar kurrë që të flasi për këtë histori. Me sa duhet kjo histori ka dalë nga njerëz të tjerë, ndoshta nga vajzat e tjera që kanë qenë aty prezente që ja kanë treguar njerëzve të tjerë. Nuk ka as edhe një intervistë të Norës ku flet për këtë. Mendoj që ekzistonte dikur një intervistë, por që nuk është gjetur më ajo intervista. Disa njerëz betojnë që e kanë dëgjuar Norën duke folur për këtë histori në një intervistë, por nuk ekziston më me siguri. Dhe historia është treguar, si thua, nga një person në tjetrin dhe është kthyer në atë që sot njihet si legjendë urbane, sepse sigurisht që nuk mund të vërtetohet dhe Nora nuk pranon më të flasi për këtë gjë.